Dhe cilat janë hapat tutje të Partisë Demokratike, pra sepse e qartë ju qëndroni prapa pozicionit tuaj se kushtetuta është shkel kur nuk është konstituar kuvendi si për i bie para 1-2 jave, pra me datën 7 gusht. Ne besojmë në shtet demokratik, ne besojmë në funksionim të rendit kushtetues dhe në momentin që këto dyja cënohen, Partia Demokratike është deklaruar që nuk do të qëndroj duar kryq, ashtu siç nuk jemi duke qëndruar duar kryq. Tani përgjegjësinë për me i formu institucionet nuk e ka Partia Demokratike, e ka lëvizja vetëvendosje. Por a janë të cënueshme edhe nëse formohen, pra... Atë isha duke e sharë. Këtë është një çështje, pra. Është një problem këtu, që më lejo të parashtroj pyetjen, pra sepse ju thoni që është shkela fati, është shkel kushtetuta. Në rast se konstituohet kuvendi, çfarë legitimiteti do të ketë ai kuvend që konstituohet mbi shkelje kushtetuese, pra më pas edhe ju vetë si deputet jeni të kontestueshëm. Dy çështje këtu mendoj që janë shumë rëndësi. Çështja e parë është që kete drejt. Ne, në vazhdimsi, jemi duke bërë të qartë që është shkelur akt vendimi i gjykatës kushtetuese. Mirë po ne jemi për formim të institucioneve. Dhe çështja tjetër është legitimiteti i formimit të këtyre institucioneve. Pastaj kjo është e kontestueshme. Dhe ne e mbështesim të parën, po nuk do thotë që do të heshtim në dytën. Dhe çfarë bie nuk heshni, do të dërgoni gjykatë kushtetuese, po çfarë do bëni, sepse vetmja instancë është çaty, pra mos ke ku qenë një çështje që pretendohet se shkeli kushtetuese, nuk mund dërgohet në një instancë tjetër gjyqësore përveç gjykatës kushtetuese. Pasi të formohen institucionet, sepse nuk kemi se si të funksionojnë dhe si të hecim përpara nëse kuvendi nuk konstituohet, sepse është organi themelues i parë i cili marr të gjitha vendimet më tej. Ne nuk mund të kemi as kryeministër pa konstituim të kuvendit, as president pa konstituim të kuvendit, rrjedhimisht nuk ka mundësi as të funksionojë asnjë damar i këtij vendi pa konstituim të kuvendit. E nëse Albin Kurti ka qëllim edhe shkuarin në zgjedhje, pa u konstituu kuvendin nuk ka mundësi që të arrihet një gjë e tillë. Pra, fillimisht ne duhet të konstituojmë kuvendin. Pas konstituimit të kuvendit, Partia Demokratike ka organet në cilat janë pjesë në të gjitha dhe do i diskutojmë dhe pastaj do vazhdojmë patjetër që ne nuk do të heshtim nëse institucionet janë formuar në mënyrë të jashtëligjshme. Apo e pritni pra ju këtë moment, zonja Shoshi, sepse ka edhe një çështje tjetër që zakonisht vije prej partisë të madhe, eksponent të kësaj partie, ta zonë dje kisha Ilir Kërçenin këtu, javën e kaluar dikë tjetër, dhe në pyetjen se apo e shkelni kushtetutën, sepse opozita pretendon këtë, ju e pretendoni këtë, ata përgjigjen me një përgjigje. Thonë, po nëse po mendojnë se po shkelin kushtetutën, pse s'po qojnë gjykatë kushtetuese? Pse s'po qojnë tash në gjykatë kushtetuese? Tani janë dy çështje shumë më rëndësishme. Sepse ju numrin e deputetëve e keni për ta dërguar. Pra me 10 nënshkrime e dërgoni. Që erdhen nga kjo që sapo e thatë. Çështja e parë më rëndësi është që deputetët e lëvizjes vetëvendosje nuk guxojnë që ta kontestojnë një vendim të Albin Kurtit, pavarësisht faktit, a është i jashtëligjshëm apo i lehtëshëm. Këtë kanë dëshmuar nga dita e parë kur janë deputet të pushtetit nga viti 2019. Çështja e dytë është që ne nuk mund të dërgojmë një kërkesë në gjykatë kushtetuese, e cila do të bëj interpretim të interpretimit të aktvendimit që e ka shumë herët pra në vitin 2025. Sepse ne kemi një vendim se çka ndodh dhe sa është afati nga certifikimi i zgjedhjeve për konstituim të kuvendit. Por ka një paqartësi, pra pasoja. Pra pasoja, duhet ta procesoj gjykata pasojën. Pra edhe nëse konstituohet kuvendi do ishte mirë dikush